Rajoni i komunave të Bogovinës dhe Vrapçishtit pajisen me 2 kamion zjarrfiksish falë donacionit që vijnë nga rajoni i Tirolit të Austrisë. Për këtë nën stacion zjarrfiksish me 6 të punësuar, përvoja austriake dhe donacionet do të ndihmojnë që kjo njësi të jetë sa më e përgatitur teknikisht për përballje eventuale me stuj zjarri, sidomos tani kur hymë edhe në sezonin e verës. Sot për komunën tonë është një ditë e veçantë realisht. Ne kemi pranuar një donacion nga shoqata Londrit dhe to janë 2 kamiona, janë funksional. Shpresoj që do ndikojnë pozitivisht në teren, situatat rrezikuara, qoftë zjarr, qoftë vërshim, qoftë çdo si tjetër. Kjo është një vullnet i mirë i shoqatës huaj që neve na mbështet në këtë drejtim. Përfaqësuesit e Tirolit të Austrisë u shprehën të kënaqur me objektin e zjarrfiksve për rajonin Bogovinë Vrapçisht, duke potencuar se me kompletimin e trajnimeve, ky nën stacion do të ndikojë për sigurinë më të madhe të qytetarëve dhe pronave në këtë rajon. Gemeinde hat hier ein einmaliges Projekt für Mazedonien geschaffen. Maqedonia e Veriut ka bërë ndryshime të mëdha me këto nën stacione. I përgëzoj për këtë. Kur do të kemi mundësinë të vazhdojmë me trajnimet, atëherë do të kemi një stacion të mirë të zjarrfiksve në këtë rajon. Gjatë viteve të kaluara, njësia territoriale kundër zjarrit Tetov ka shënuar një progres sa i përket pajisjeve përmes donacioneve dhe projekteve. Kjo njësi rënditet si një ndër më të pajisurat në vend, kurse me disperzimin e nën stacioneve në Bogovinë, Te Arzë dhe Zherin, poritet gjithnjë më shumë siguria e qytetarëve dhe pronave të tyre. Vazhdojmë me projekte të tilla. Këto janë një donator shumë të mëdhej për këto stacionet tona që i hapim tash dhe shpresojmë që të kemi bashkëpunim sa më të frytshëm në të ardhmen me ambasadën e Austrisë dhe me qytetin e Tirolit apo provincën e Tirolit në Austri. Këto kanë një bashkëpunim të gjatë me shtetin e Kroacisë apo më saktësisht në qytetin e Vukovarit, ku kanë një qendër trajnimi. Bashkërisht me kryetarin e komunës Bogovinës dërgojmë punonjësit këtu që janë që të bëjnë ato trajnimet fillestare dhe trajnimet më të specializuara për të qenë sa më të saktë dhe më të shpejt t'ju dalim në ndihmë popullatës këtu që jeton. Donacioni nga Tiroli i Austrisë paraqet vazhdimin e bashkëpunimit që janë paraprin nga vizita studimore, adaptimin e hapësirave të garazheve dhe forma tjera të mbështetjes teknike. Qëllimi strategjik është funksionimi i nën stacioneve të zjarrfiksve me qëllim që të sigurohet reagimi i shpejtë në teren dhe të përforcohet siguria e qytetarëve në rajonet më të largëta, ku me automjetet e terenit do të kontribuohet në mbulumin më të madh rajonal dhe koordinim më të mirë gjatë intervenimeve.